A pat filmin për qeleshën? Ka dalë shumë i fort si film. Plisi. E kemi çu Plisi në UNESCO. Kur emri origjinal është qeleshë. Me lesh. Ka shumë lesh qeleshja. Jam si shpirt. Unë do ju pastroj të gjithëve. Pastrim total. Çfarë mendoni për popullin Kocaqi? Ata flasin kocaqisht. Çfarë ka gjetë? Po jam si shpirt apo jo? Te ka lali xhan. Te ka lali zemër. Te ka lali shpirt. Nuk është e lehtë, jo. Po dukem si shpirt për zotin. Dukem si zemër. Pra, fjala plis vjen nga latinishtja pilus, sa i bukur që jam. Zot. Dhe latinishtja pilus e ka marrë nga Iliada, Pilos. Është kapelja që jepeshte skllëvërve si shenjë e njerëzve të lirë. Plisi ishte shenjë e fitimit të lirisë nga skllëvrit. Harrova ta vë këtë në film. Shpërndani, ju lutem. Jam si shpirt, jam si zemër. Arbreshët kanë fjalën qeleshe, nga turqishtja kelesh, dhe jo nga shqipja akelesh. Ne kemi çuar Plisin në UNESCO. Plisi mungon tek autorët e vjetër. Nuk gjej dot fjalë. Ju lutem shpërndani. Unë refuzoj që t'jem kombi Kocaqi. E refuzoj. Ju dua shumë. Dua të mbroj nga një qelizorët monosilabikët. Lahuta vjen nga arabishtja alhud, do thot instrument prej druri. Nga pjesa e tretë e shquar al plus dru. Hud. Epos e kreshnikëve vjen nga serbishtja, mbrojtës e kufirit. Kreshnik. Ose nga rusishtja Krasnaja, i bukur. Helena shqiptarëve është Tanusha slave, vajza e kralit serb. Është një ditë kaq e bukur, kaq e mrekullueshme. Shpërndajeni këtë live, ju lutem.